Imam Sujuti, Allahu mëshiroft, ka thënë kësaj: sikur të rriturit të kishin në raport me Zotin disa veçori dhe tipare që i kanë fëmijët, ata do të ishin bërë evlia. E para, nuk interesohen, nuk preokupohen shumë për furnizimin. E dyta, kur sëmurën nuk e fajsojnë Zotin. E treta, kur han bashk me njëri tjetrin. E katërta, kur friksohen çajin. Dhe e pesta, kur hasmërohen, nuk e mbajnë gjatë hasmërin. Pra, janë 5 gjëra, janë 5 tipare që nëse ne të rriturit do t'i kishim, atëherë do t'ishim bërë evlia, do t'ishim bërë të dashur për Allahun te bareke wa taala. Se sa janë të rëndësishme këto këshilla, flet fakti se ato nuk synojnë që të rregullojnë raportet tona vetëm me Allahun te bareke wa taala, nga se kjo do t'ishte gjysmake, mirë po synojnë që krahas lidhjes tonë me Allahun te bareke wa taala na udhëzojnë edhe për mënyrat se si ne t'i ruajmë raportet me të tjerë.